Kur nuk e kam parë logun ton me kaq shumë njerëz dhe më të zjarrt. Kur nuk kam ndjer erën e ndryshimit në atmosferë dhe ua them sinqerisht, ne kemi bërë fushat kryevepër para 2 vjetësh, sot jemi shumë më mirë se para 2 vjetësh. Unë dal rrugë dhe sa herë që dal rrugë takoj qytetar, sot dua t'ju tregoj një histori, diku aty afër stadiumit Qemal Stafa, i binte burisi makinë policie, unë thash do kem bërë një gabim, isha në këmbë, po thash hajde si shfutem nga një herë vend e pa vend në këmbë. E kthej kokën, nuk shkuleshin policët, duke ma bërë me dorë, duke ma bërë kështu, vazhdoj jepi, më thoshi, je shumë mirë. Dhe mendoj, kur punojnë të policisë e duan ndryshimin, kur punojnë të policisë gjatë orarit punës, po na japin për krajën e tyre, kjo tregon që Lëvizja Bashkë është në rrugën e dur, gjithë e bashkë do ta transformojmë vendin tonë, gjitha këto potenciale që i kemi, gjitha këto kapacitete njerëzore që i kemi, brenda dhe jashtë Shqipërisë, mundet i përdorim më së miri për t'i transformuar fytyrën, për t'i ndryshuar fytyrën vendin tonë. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra, ju falenderoj në emër të gjithë antarëve dhe të mbështetësve të Lëvizjes Bashkë. Bashkë do të bëjmë një fushat që do ta mbajmë mend në histori. Ne do bëjmë shumë fushata në të ardhmen, në fushatat e të ardhmes me siguri do të arrijmë edhe shumicën e mbështetjes së popullit shqiptar, por kam përshtypje si kjo fushat nuk ka përcjell asnjëra, se hera e parë në zgjedhjet parlamentare mbahet mend, është çiksi dashuria e parë, kështu që ju falenderoj të gjithëve edhe forca.